Simboli i artit dhe e luksit. Mozik blen orë në vlerë mbi 1 milion euro. Reperi i njohur shqiptar, Mozik, mbush 30 vjeç më 29 shtator dhe ka zgjedhur ta festojë në mënyrën më luksoze të mundshme. Aktualisht i ndodhur në Zvicër, artisti ka vendosur t'i bëjë vetes një dhuratë që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe mediave. Gramo Saliu, siç quhet me emrin e tij të vërtet, ka bler një orë të markës së famshme Richard Mille, e cila karakterizohet nga një kornizë transparente prej safiri kristali dhe një rip i bardhë elegant. Sipas raportimeve të bëra në rrjetet sociale, çmimi i kësaj ore ka vlerën e rreth 5 milion eurove, duke renditur ndër investimet më të shtrenjta të reperit. Pavarësisht polemikave që shpesh kanë shoqëruar emrin e tij, Mozik mbetet një nga emrat më të fuqishëm të skenës muzikore shqiptare. Ai numëron një sër hitesh që kanë thyer rekorde klikimesh, si dhe bashkëpunime të rëndësishme që e kanë bërë ndër më të kërkuarit në tregun muzikor. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.